Përshëndetje miq të Andales, ja ku jemi përsëri në WTF Daily, ku neve këtu raportojmë të gjitha të zeza dhe pse jo dhe lajmet më të fundit të showbizit. Mund më quani Kostian, mund më quani Reiz, Qiqa, kjo ngelet në dorën tuaj. Por unë do ta filloj direkt pa humbur kohë me një unfollow që ka tronditur të gjithë rrjetin. Dafina Zeqiri dhe Mozik, dikur bashkëpunëtor shumë të mirë të tre projekteve shumë të suksesshme, me sa duket nuk kanë më asnjë raport mes tyre. Është parë në Instagram që ata nuk ndjekin më njëri tjetrin. Arsyet absolutisht mbeten shumë sekrete dhe presim nëse do kemi ndonjëherë në një konfirmim të këtyre zërave. Nuk është për të habitur, në fakt, nga ana e Dafina Zeqirit, duke qenë se për çdo bashkëpunim me çdo person që ajo ka bashkëpunuar, nuk ka folur më pas. Pra mjafton të kesh një bashkëpunim me Dafinën dhe sapo bër armiku i saj më i ri. Faleminderit. Por gjithashtu, gjyqtarët e divorceve kanë ngelur pa punë dhe kjo jo nga spaku, por sepse çiftet e showbizit kanë filluar i bëjnë unfollow njëri tjetrit në Instagram për të sinjalizuar në një krizë ose ndonjë ndarje. Dhe për këtë e kanë fjalën për Butën dhe bashkëshorten e tij Fjollën. Ata nuk ndiqen më në Instagram me njëri tjetrin dhe kanë fshirë të gjitha fotot që kanë pasur në profilet e tyre. Zëra pranë çiftit bën me dije që mund të kemi një krizë të vërtet, por ka dhe nga ata që mendojnë që vërtet kjo është një ndarje përfundimtare. Nuk kemi asnjë konfirmim ose mohim të këtyre zërave, kështu që presim çfarë do ndodhi në vazhdim. Por nga ana tjetër duket se Joz Marku i është futur punës si turku. Nëse Joz Marku ka postuar një story në Instagramin e tij ku shfaqet shumë i fokusuar në projektin e tij më të ri në një studio muzikore. Shumë veta e kanë bërë gjithë këtë story e kanë lidhur me një projekt i cili mund të jetë një disk kundër Gjestit. Nuk ka absolutisht asnjë lloj konfirmimi nga Jozi, por ajo çfarë neve dim me shumë siguri është që dramat e Big Brotherit vazhdojnë edhe pas përfundimit të reality show. Por meqense jemi te këngët e reja, Noizi është ai i cili ka publikuar një projekt shumë të ri, i cili quhet Dashni ke ra. Është një këngë shumë verore me shumë ritëm dhe duket se është pritur mirë përgjithsisht nga fansat. Them mirë sepse ka pasur dhe nga ata të cilët e kanë kritikuar paksa Noizin me këtë projekt. Gjatë lumtimeve të mia nëpër komentet e këngës, kishte nga ata të cilët e akuzonin Noizin për përsëritje të melodisë ose përsëritje të muzikës. Por kishte edhe nga ata të cilët e kishin përgëzuar për përzgjedhjen e modelës ose aktores në klip, duke qenë se jemi mësuar të shohim vetëm vajza. Këtë herë Noizi vendosi të bënte një ndryshim dhe të largohesh nga videoklipet rumune të 2010-s, 2012-s që shfaqeshin te Ballkanika. Por neve çfarë dim tjetër nga Noizi është që ai shumë shpejt do publikoj një album të ri dhe pritet që çdo javë ai të nxjerrë nga një këngë të re. Për të gjithë dashamirësit e muzikës Noizit, ky ishte një yll në ball. Por siç ka thënë dhe Noizi aty ku në Shkodër rashtmen pa dashje, do të flasim për Shkodrën elektronike, e cila është duke bërë namin në Eurovision. Të gjithë e dim se sa virale ka shkuar kënga e tyre dhe para pak orësh është shfaqur pjesë nga skena ku ata do të performojnë. Gjithashtu edhe veshjet e dy artistëve kanë qenë shumë të goditura. Beatrice, që me fustanin e saj të kuq simbolizon legjendën e Rozafës, dhe Kol, i cili si një shef kuzhine. Por gjithsesi mbetet për të parë se çfarë magjie do të sjellin ata në skenën e Eurovisionit dhe neve ju urojmë absolutisht shumë suksese. Dhe Luiz, më vjen keq, por nuk je i vetmi shkodran i famshëm ose në mos më i famshëm. Pra ky ishte WTF Show Daily edhe për sot. Uroj që ju të jeni informuar mjaftueshëm rreth të rejave më të fundit të showbizit. Mos harroni të na ndiqni në kanalin ton andale.al dhe të na bëni follow në të gjitha rrjetet tona sociale.